është një sistem me cilën ka bë Kosova një farë lloj vetvrasje demokratike, politike, sepse sistemi në një zonë zgjedhore, duke përfshi edhe diasporën, një zonë zgjedhore ku një qytetar voton 10 vet, ky e prish sistemin demokraci. Demokracia është një qytetar një vot me të drejtë për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe këtu pra ka këso lloj makiacionesh të cilat domethënë po e vënë demokracinë në rrezik. Ta zëm edhe brenda një subjekti politik hyn një njeri i cili ka problem me shkrim lexim. Ju e dini, për ka aludoj, domethënë ka deputet, domethënë të cilit ka problem shkrim lexim dhe hin deputet për sa herë. Ka deputet narkoman, ka problem që përdorin substanca narkotike, familjar të tij, ku diun se tjetër. Njerëz të cilët hyjnë në vazhdimsi dhe për atij subjekti ka njerëz që sepse nuk janë të gjithë njerëzit njësoj, pra ka personalitete të profesionalizuar në fusha të caktuar, të cilët nuk mund të arrijnë një gjë të tillë. Pra problematika Kosovës i duhet ore çast ndryshimi i zonës zgjedhore, ka mundësi 7 zona 100 zona, ku di unë se sa, shqyrtohen disa modalitete dhe Kosovës i duhet një sistem tjetër. I duhet që kryetari i shtetit, se vetëm ne edhe në Shqipëri të zgjidhet nga populli, se po e sheh në Shqipëri këtë e te i kaluam. Ajo pak edhe problemet të tjera, zotri Kelmendi, për të ndërhidhur me deklaratën që e thatë edhe për çështjen e deputetëve, se kush nuk din lexoj e dim, po çështja e përdorimit substancave narkotike duhet kemi kujdes në këto deklarata normalisht, sepse ne them me përgjegjësi, nuk e them publikisht. Megjithatë, mos skrivojmë paragjykime. Sa i përket zgjedhjes së presidentit drejt për drejt nga populli, ka edhe disa qëndrime të tilla që thonë se ndoshta nuk është edhe zgjidhja më e mirë, sepse nëse dalin me kandidat nga partitë politike, shembull, për president, kush është më e votuar tani në Kosovë nga partitë politike? Është lëvizja vetëvendosje. Ai bie që edhe kandidati i saj mund ta ketë janë me balotazhe, këto janë të rregulluara, mi e kam bash të fushën, fal avokat t'ja shpjegoj, politolog. Ligjit për zgjedhjen e presidentit tek populli. Edhe kam marrë pjesë edhe në hartimin e mandatave për ndryshimin e kushtetutës, ku ka qenë president Hashim Thaçi. Edhe kemi punu diku një javë dhe ditë për ndryshimin e ligjit për zgjedhje edhe për ndryshimin e amandameve kushtetuese. Prandaj edhe ai dokument që është i kemi hartuar ne bashkë një komision prej 7 anëtarëve që kemi qenë, është sot në zyrtarët në presidencë diku dhe nuk ka qit kur nuk ka qit. Ja për shkak se atëherë kanë sulmuar shimin, për shkak se ti sot je më i fortë dhe nesër më dalë zgjedhje ti fiton. Jo, nuk pa të drejtë ka qenë ajo. Pa drejtë ka qenë komunat, ai që i merr raundin e parë, po le të fitoj sa është po e do populli ta ketë një president.